Të nderuara media, të nderuar qytetar, sot jeni prezent në mbledhjen e Aleancës për Shqiptarët, kryesisht qendrore, bashkë me kryetarët e degëve. Kjo ishte një thirrje për mbledhje për të analizuar rezultatin zgjedhor dhe për të rimobilizuar strukturat tona që të angazhohemi edhe më shumë për raundin e dytë të procesit zgjedhor në zgjedhjet lokale që po na presin në Maqedoninë e Veriut. Rikonstatuam se rezultati zgjedhor i këtyre zgjedhjeve për Aleancën Kombëtare për Integrim e arriti qëllimin e krijimit të kësaj aleance. Ajo ishte që të fitoj votën, pjesën ndërmuese të popullit, në veçanti votën shqiptare, dhe kjo e flet edhe në qoftë se votën totale të numrave për këshill, në qoftë se konvertoni për listë për deputet, dallimi ndërmjet Aleancës Kombëtare për Integrim dhe Vlenit të bloqet shqiptare është 20-15. Realisht, ajo është një simbolike dallimit të madh në vota që është në kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim edhe Vlenit. Do të thonë, keni një rezultat me një diferencë shumë të madhe në favor të kandidatit ton Valbon Limanit në kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim. Nuk ka të bëjë me çështje specifike. Aleanca Kombëtare për Integrim e vazhdon rrugtimin fuqishëm, pasi që ne vlerësojmë se qëllimi është arritur. Në qoftë se analizoni votat, ne kemi diku 23.000 vota më shumë se koalicioni shqiptar i cili është pjesë e qeverisë, me gjithë vënien në funksion të aparaturës shtetërore dhe me vënien në funksion të pushtetit, ne arritëm që të kemi një diferencë jo prej 10, as 20, po 23.000 diçka vota. Nuk e di për cilin rezultat të dobët flisni, pasi që në komunat si Ngostivar diferenca është 2-1 të këshilltar, 3-1 të kandidat, në Vrapçisht është 6-1, në Saraj ku isha unë kandidat, në qoftë se krahasoni votën shqiptare, ne kemi dalë fitues, po fal tyre dhe votave të këshillit VMRO DPMNES, që janë sikurse i pret me skalper precis, që janë transferu të kundër kandidati, arritën që ta fitojnë komunën e Sarajt, por nuk do të thotë që kjo është një humbje. Unë jam krenar që isha kandidat dhe konsideroj fituese garën, pasi që kisha nderin të udhëheq një nga fushatat më dinjitoze, profesionale dhe më të qetë dhe demokratike për të fitu vullnetin e qytetarëve të Sarajt apo bashkëqytetarëve të mi. Realisht aty kemi dyshime se ka pas një organizim ndërmjet partive të pushtetit, por edhe në qoftë se merrni numrin e votave, listat nuk janë të pastruara, në krahas me lista që ishin paraprake, kemi një pjesë të madhe të popullatës e cila është në mërgat, kështu që në Gostivar, nëse nuk gaboj diku për 21 vota, nuk u arrit cenzusi, por përsëri do të ndalem të dallimi. Dallimi është shumë i madh ndërmjet kandidatit të Aleancës Kombëtare për Integrim edhe kandidatëve të tjerë, qoftë i pavarur, qoftë edhe i Vlenit. Kështu që kjo është një tregues i qartë se koalicioni funksionon, edhe unë jam shumë i bindshëm që tani më veç mund të detektojmë disa nga problematikat të cilat neve na pamundsuan që të arrijmë atë targetin për rezultati 2-1, siç e kishim nga anketat. Unë jam i bindur se në raundin e dytë, pasi që asgjë nuk ka përfunduar, ne jemi në garë për qytetet. Do thonë, këtu e kemi qytetin e Tetovës, Gostivarit, Dibrës, Strugës, edhe ne synojmë që të gjitha qytetet si Aleancë Kombëtare për Integrim t'i fitojmë. Ajo do t'jetë betejë që do të ta përcaktoj fituesin në raundin e dytë ndërmjet dy koalicioneve, dy bloqeve shqiptare.